Profeti alayhi salatu wassalam na tregon se njeriu i cili do të jetë njeriu më i trishtuar, më i pikëlluar, i cili u humbet të ardhmen e tij, i cili u humbet të lumturinë e të ardhmes së tij, është pikërisht ai i cili jepet pas epsheve, i cili jepet pas dynjas. Qëllimi i tij nuk është Allahu dhe bota tjetër, nuk është fitimi i kënaqësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Por qëllimi i tij, objektivi i tij është mbledhja, grumbullimi i pasurisë. E në të kundërt njeriu më i lumtur do të jetë ai i cili ka ecur sipas mësimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala, sipas rrugës që na la Muhamedi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, duke shënuar kënaqësinë e Allahut të lartësuar, duke shënuar shpërblimet e tij të pamata. Për këtë arsye në këtë hadith kemi një lloj qortimi për besimtarin, që o ti besimtar, mos jetë qëllimi yt rendja dhe pasimi pas dëshirave, pas pasioneve, pas dynjas. Po qëllimi yt jetë kënaqësia e Allahut të lartësuar, ndjekja e rrugës së profetëve dhe veçanërisht profetit fundit Muhamedi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.